Mos më pyet. Që më pyet? Shoqe e të mbeseve të mia. Kur e pash atje që i kishë erdhur që nga Turqia, e kishë sjellë të riste dajo, ajo. Rikthimi në shtëpi pranë familjes si Eva Dumanit nga kampi famkeq Al-Hol në Siri e përloti 90 vjeçarin Dylber Shuli nga Gurasi i Pogradecit, i cili prej një dekade prej dhe kërkon 5 mbesa dhe nipër që po ashtu mbetën mes xhihadistëve, pasi i biri që i dërgoi atje u vra në luftime. Po duan ose s'duan? Si s'duan të vinë? E madhja po si u bë 22 vjet, ajo 7 vjeç u bë 17 vjeç. U bën djemkat. Riadësimi i Evës mban gjatë shpresat të gjyshit moshuar se dhe Elona e tij që po ashtu dërgua si fëmijë në mes të terroristëve të Shtetit Islamik do të kthehet bashkë me të tjerët. Shpresë si s'kam gjatë gjithë të vdes. Jo vetëm që nuk është dorëzuar, por thotë se ka arritur të grumbullojë një shumë parash nëse duhen për të nxjerrë mbesat dhe niprit nga i jashtëquajturi kampi i Ferrit. Më ka thërritur atje në shtëpi në telefon. O baba bre. Forca. Po forca po baba më s'ka se gjuz di para duhen të marrë shumë. 10 vite më parë, antarë të kësaj familje shkuan në Siri, sikurse dhe disa të tjera nga Pogradeci, Librazhdi e zona të tjera të vendit mashtruar e të indoktrinuar dhe u bashkuan të ashtëquajturit Shteti Islamik. Burrat thuajse u vranë të gjithë, ndërsa nga gratë e fëmijët që mbetën në kampe, disa janë kthyer e të tjerë mbetën atje. Iku më kemë merë në Arkimbul. Të paktën 22 gra e fëmijë kanë mbetur ende në kampet e ngritura në Siri, pas shkatërimit të organizatës së Shtetit Islamik, ndërsa operacionet e riadësimit janë të vështira e të rrezikshme.